t'jemi realista, Bardhyl Agasi në kohën e vet ka qenë një nga figurat respektuar të Partisë Socialiste, një qytetar i mirë, intelektual i mirë i qytetit. Ajo çka ka ndodhur më vonë nuk është përgjegjësia e Bardhyl Agasit, tash në një moshë të shtyrë themi. Kështu që nuk do të thoja, ajo çka kemi dëgjuar zërin edhe çka u vuar edhe në dëgjesën që patëm për sa i përket reformës territoriale të Durrësit, duket sikur figurat historike të Partisë Socialiste, që themi që Partia Socialiste e Durrësit ka qenë model, ka pas figura shumë cilësore, ka pas figura intelektuale dhe qytetarë të mirëfillta. Duket sikur janë distancuar, a janë tërhequr vet, a i kanë përzëng, unë këtë nuk di ta them, domethënë. Niveli përfaqësues i Partisë Socialiste ka rënë si në nivelin e lartë fare, po edhe në nivelin administrativ, në punë administrative. Dhe njerëzit e tyre. Unë nuk e di kush prej drejtorëve aktual të Durrësit ka një diplomë siç duhet. Domethënë kemi niveli është goxha në nivelin mesatar. Tani kjo puna diploma është gjithë kanë doktoratura, sa domethënë, po s'kan marrë shkollë mesme. Kështu që ndofta këto zhvillimet, siç fola, këto zhvillimet duke përfaqësuar Partisë Socialiste njerëz pa integritet ose pa intelektualitetin e dur për të bërë punët e tyre, ka bërë ose ky korrupsioni i madh. Domethënë duket se gjithë qyteti i Durrësit punon për 2-3 veta në 13 vjet pushtet. Në fakt nuk ka 13, se Partia Socialiste Bashkinë e Durrësit e ka marrë në 99 dhe nuk e ka lëshuar, ka pas gjithmonë Partia Socialiste. Kështu që çdo punë e mirë dhe e keqe që është bërë në Durrës, çdo punë e mirë edhe Tirana. Çdo punë e mirë ose e keqe që është bërë në Durrës i përket vetëm Partisë Socialiste, nuk kanë se çat kërkojnë nga Partia Demokratike. Aty se ka fajin Saliu, domethënë. Aty kemi çat themi që e ka fajin Saliu, edhe rruga e re që është e vetmja punë e bërë në Durrës, rruga e portit që ne quajmë rruga e re, domethënë është rrugë që është bërë në kohën kur Korodashi ishte ministër dhe ka qenë shtytja e tij personale për të siguruar financimin. Edi Rama si deputet i Durrësit nuk di të themi kush është një investim, një punë e mirë që ka sjellë në Bashkinë Durrës, apo le të themi edhe në qarkun Durrës komplet. Lekët e tërmetit, as si kanë gjetur as vetë, janë donacione që kanë ardhur nga vende ndryshme, të administruara disa vende mirë, disa vende hiç mirë, por nuk din të themi se kush është puna e mirë që Edi Rama ka si çana sot, na la pa port. Na bëri Marin, e cila nuk mban, nuk rrin këmbë. Do na bën të ports, po na bën dot portin ku do punojmë. Edhe sikur të rrinin ato prap si astie, ngjanë të mua. Unë shpresoj që ato të rrinë, sepse nëse do ndodhi që ato mos të rrinë, domethënë do gjendemi që do kemi një arkivol, aty ku të kishim port do kemi një arkivol i cili nuk do gjetë të zgjidhë ligjor për shumë vite rresht pastaj. A shikoni atë si një situatë që do zgjidhet zoti Luku? Apo është fundi i pashmangshëm i Durrësit? Dëgjoj që lëvizja e portit Durrësit do e bërë nga aty ku ishte. Unë kam pasur fatin para shumë viteve të jem dhe në një takim teknikësh me një grup që pati ardhur atëherë nga Bashkimi Evropian dhe vlerësonte që prezenca e portit në zemër të qytetit shkakton dotje metale, shkakton probleme tek njerëzit dhe që atëherë u dha sugjerim që çihet mundësia për ta spostuar diku porti, po diku ku shërbente si pikë hyrje e rëndësishme për korridorin e 8. I lidhur me projektin e korridorit. I lidhur me projektin. Ne porti mund të kishte bërë spostimin e vetëm të një pjese të punëve që bën, domethënë për shembull mineralet e rënda, të cilat nuk kishte pse të menaxhoheshin më në qytet, nafta që për vitesh nuk menaxhohet më tek porti aktual që kemi. Por i lejmë gjitha këto. Si mund të prishim portin ekzistues pa pasur edhe projektin për një port të ri. Domethënë ne po na del tani që nuk kemi projekt, dikur na thanë do bëhet i madh, tani na thonë do bëhet më i vogël, tani na thonë që kemi projektuar gabim sepse nuk ka nevojë për një port aq madh. Domethënë kemi prishur gjën e vjetër, kemi prishur një që bënte miliardë euro dhe ishte shumë e rëndësishme, pa pas akoma idenë se ku do ndërtohet porti i ri. Dhe unë vazhdoj të them që kjo duket si eksperiment social, domethënë si një gjë e bërë qëllimtasi për të ulur vlerën e qytetit Durrësit. Një vlerësim të fundit më duhet nga